Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri Albin Kurti njoftoi se kjo nismë është iniciuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe ka për qëllim zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak mes Kosovës dhe SBA-s. Ai theksoi se marrëveshja do të ndikojë drejt për drejt në avancimin e aftësive mbrojtëse të vendit dhe përgatitjen e forcave të armatosura sipas standardeve të NATO-s. Ky është një hap i rëndësishëm për sigurinë e Kosovës dhe bashkëpunimin ton strategjik me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja synon të forcojë kapacitetet tona ushtarake, të thellojë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të na afrojë dhe më shumë me aleatët tanë ndërkombëtar, deklaroi kryeministri Kurti. Miratimi i kësaj nisme vjen në një moment të rëndësishëm për Kosovën, e cila është përfshirë në përpjekje intensive për rritjen e bashkëpunimit ushtarak me partnerët perëndimor. Marrëveshja pritet të përfshijë trajnime të përbashkëta, shkëmbim teknologjia ushtarake dhe mbështetje logjistike nga SBA-ja. Kjo marrëveshje vjen gjithashtu në një kohë kur rajoni ballkanik përballet me sfida të ndryshme të sigurisë dhe Kosova synon të rrisë rolin e saj si një partner i besueshëm i aleancave ndërkombëtare. Finalizimi i saj do të hap rrugën për një bashkëpunim dhe më të thellë me SBA-n dhe mund të ndikojë pozitivisht në përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të Kosovës në mekanizmat euroatlantik të sigurisë.